Në ditën ndërkombëtare të autizmit në Korçë është zhvilluar një aktivitet ndërgjegjësues ku në qendër të vëmendjes ishte problematika dhe sfidat me të cilat përballen familjet e fëmijëve me autizëm. Një nga zërat më të fortë gjatë aktivitetit ishte ai i Nevila Jorgjit, një nën heroike që prej 28 vitesh kujdeset për djalin e saj Sotirin, i cili është autik. Me një emocion të thellë, Nevila ndau shqetësimin e saj për mungesën e hapësirave dhe angazhimit social për fëmijë si Sotiri në Korçë. Ajo thekson domosdoshmërinë për hapjen e një qendre sociale për fëmijët me autizëm, ku këta persona të mund të shfaqin potencialet e tyre përmes zhvillimit dhe ndërveprimit social. Prindrit e fëmijëve me autizëm kanë shprehur vazhdimisht shqetësime për mungesën e infrastrukturës dhe mbështetjes sociale. Shkolla speciale ditore në Korçë ende nuk ka një furgon për transportin e fëmijëve nga zonat rurale, gjë që vështirëson ndjeshëm aksesin në arsim dhe aktivitete edukative. Pikpyetja më e madhe që është jo vetëm për mua, por për të gjithë prindrit. Jemi në situata shumë të vështira, meqense jemi sot në ditën për mesazhi që përcillet vullnetarizmi, ndërgjegjësimi dhe mobilizimi dhe i vullnetarëve në këtë aktivitet dhe në vazhdimësi të rinj. Shteti të hapet një qendër. Besoj se është më koha më së domosdoshme. Ka nikur më bisedat dhe fjalët e kota që flasim çdo vit. Ne si prindër kërkojmë sa më shpejt dhe është koha më kritike që të hapet një qendër për të përfshirë këta persona. Ata kanë aftësira, kanë potenciale, të cilët duhet të zhvillojnë dhe duhet të shfaqin nëpërmjet zhvillimit në bashkëpunimet, ndërveprimi social, në punët e tyre, atje ku e kanë talentin e tyre. Ky aktivitet shërbeu si një thirrje e fortë për institucione dhe shoqëri për të mbështetur fëmijët me autizëm dhe familjet e tyre, duke krijuar kështu kushte më të mira për përfshirjen dhe zhvillimin e tyre në komunitet.